Prej 2 ditësh, juglindja e vendit është përfshirë nga mjegulla e dendur, e cila ka sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor dhe ka ulur ndjeshëm shikueshmërinë për drejtuesit e mjeteve. Fenomeni ka prekur jo vetëm akset kryesore nacionale që lidhin qytetet e qarkut të Korçës, por edhe rrugët dytësore që të çojnë drejt zonave turistike të Dardhës dhe Voskopojës, të frekuentuara gjatë kësaj periudhe nga vizitorë vendas dhe të huaj. Në këto kushte, policia rrugore ka intensifikuar patrullimet në teren, duke monitoruar nga afër lëvizjen e mjeteve dhe duke ndërhyrë në rastet e shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve që të tregojnë kujdes maksimal, të ulin shpejtësinë, të përdorin dritat e mjegullës dhe të shmangin në çdo moment manovrat e rrezikshme, veçanërisht parakalimet edhe në segmentet ku sinjalistika rrugore i lejon ato. Sipas specialistëve të qarkullimit, shikueshmëria e kufizuar nga densija e mjegullës rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente, ndaj respektimi i rregullave të sigurisë mbetet thelbësor për parandalimin e ngjarjeve të rënda. Për fat të mirë, gjatë këtyre 2 ditëve me mjegull të dendur, nuk janë regjistruar aksidente rrugore, ndërsa situata vijon të monitorohet nga strukturat e policisë rrugore dhe autoritetet përkatëse.